Trajneri i Juventusit Igor Tudor ka folur për gjendjen e Denzel Grovës, duke sqaruar situatën fizike dhe përfshirjen e sulmuesit në planet e tij. Në një intervistë të dhënë për gazetarin kosovar Alin Sadiku, tekniku kroat theksoi se nuk ka asnjë problem të veçantë me lojtarin. Gjithsesi, gjithçka do të varet me procesin e rikuperimit dhe përgatitjes fizike. Ai është aty, po punon mirë, është një lojtar i mirë. Trajneri duhet të marrë vendime dhe të bëjë zgjedhje. Nuk ka asgjë të veçantë, shpreh Tudor, duke dhënë poshtë çdo aludim për tension të mundshëm brenda skuadrës. I pyetur për gjendjen fizike të Zhegrovës, trajneri treguai drejt për drejt: "Jo, ai ende nuk është gati, duhet të punojë me durim, sepse ka pasur disa probleme në të kaluarën, po stërvitet fort për të arritur formën optimale. Sa i përket kohës që do t'i duhet për të qenë 100% në dispozicion, Tudor shpreh, nuk e di." Deklaratat e trajnerit vijnë pas pamjeve nga ndeshja në Bernabeu, ku Zhegrova u pa i ndjeshëm i mërzitur, pasi nuk u aktivizua as një minutë. Megjithatë, stafi teknik i Juventusit duket se po menaxhon me kujdes rikthimin e lojtarëve me histori dëmtimesh, për të shmangur rrezikun e rikthimit të problemeve fizike.